emisionin erdhi Antigona, këtë herë vjen me një rrëfim të rrallë dhe personal, Hysni Gucati. Për herë të parë, ai flet hapur për jetën e tij, për të titujve dhe polemikave. Nga fëmijëria dhe rrugtimi i tij gjatë luftës, tek angazhimi publik dhe përballja me drejtësinë. Në një bisedë drejt për drejt me gazetarën, Gucati ndan kujtime, emocione dhe reflektime që hedhin dritë mbi njeriun pas figurës publike. Gucati, faleminderit edhe një herë që planuar me qenë pjesë e emisionit Erdhi Antigona. Sot kam e t'i bot do pyetje nashta që nuk kemi mësuar të paqë me ato përgjigjet të cilat po t'i kërkoj. Pyetja e parë kish me qenë si ka qenë fëmijëria juaj dhe çfarë vlerash ju ka përcjell familja? Mas pari faleminderit juve që keni gjithkohë më ardhur. Jeni të interesuar me ditë për unë jetën time që kam kalu si fëmijë i vogël deri me sot edhe familja. Po është e vërtetë unë kam lind me 30 mars 1967. Kam lind në fshatin Morin, komuna Skenderajt. Dikon baba gjithmonë që më ka thonë, se baba më ka punu në pej një kohë, edhe mas 7-8 mujve baba është shpërngull për fshatit Morin dhe unë kam kalu femërinë time në Pej, qytetin e Pejs. Ku do të shkollën, kam kalu atje më rrit, kam qenë thuj gati vetë me vëlla, kam pas 7 motra, një kohë gjatë, dikun deri në moshën 16 vjeçare nëse ka bëj, kam pas 17, kam qenë vetë me vëlla. Kështu që kam pas vetëm unë edhe pak me privilegjuar familje, të na shqiptarë që kemi zakon, të nona, të gjyqe, të kështu. Edhe ato kam marrë hapat e parë në Pej, edhe ato kam në shkollën, mas 5-16 vite, do zoti edhe tani kam 2 vllazën. I kam 2 vllazën, unë ka lind vitin 83, unë ka lind ma vonë, dikun 85. Kështu që tani unë kam 2 vllazën, i kam 7 motra. Unë isha fëmija i maj modhi në familje, kam qenë, fëmija maj modhi, edhe kam qenë ku i privilegjuar që shtash më herët, se isha qështu. Tani dikur baba ka qenë në Gjermani, që kanë shku në atë kohë shqiptarët. 69 ka nejtë baba një kohë në Gjermani, pra poshtarë dhe ka lëshu Gjermani, është punësu. Kështu që unë, si fëmij, kam qenë shumë i urë gjithë thujnë. Edhe nona, Rameti Bashkëpisë, nona më ka blekë që të mbuj, edhe baba, plaku, edhe gjyqe gjithë. Edhe pse kam qenë i privilegjuar në familje, edhe pe axhallarëve, edhe pe dajve, edhe pe familje sa më kuptohet, se isha jastrejt që thash isha i vetmi moshkull në shtëpinë time, të baba, të nona, të Avdullah dhe të Hata, po jo me kon familja zushtë, jo. Nuk kam ndiku kjo edhe pse keni qenë me 7 motra, familjet shqiptare zakonisht motrat bojnë shumë për vllazën. A nuk kam ndiku kjo pak me u lazëru si fëmijë? Jo, sinqerisht po them unë nuk kam vetë për natyrës jam. Nuk jes me ofendu as në atë kohë as sot. Jo, motrat më kanë lazëru shumë, ku them kanë lazëru se motrat mas me, po është një vit motra Hona, amin në ko, motra e madhe, që i bjen mas me, do të fëmija i dytë, po pi motra është me madhja, tani raba me në shumë, motrat më kanë lazëru se ato i zvetin nga bukit shpe. Ajtë se vojz, shumë vojza, kam vjen keqët për tyre, që do thotë, unë qaj s'kum ditë kafe me qitë, deri vonë. Ta të me pranua realitetin, se isha i vetëmi moshkull, ato i kisha motrat, po motrat më kanë lezu shumë. Do të me tesha, me këpuc, me gjithë shka, jo me shku në shkollë, kush isha me mlejt gati, aja ish me vogëlsune, motra, si thash, motra e dytë, edhe me mlejt gati, sa të na kina në shkollë të në ora 7 me nxez. Në Rami Sadike më shkollë atë kohë. Edhe, të mlejt gati kështu, nona, sene, kam qenë, po, thash, kam qenë i privilegjuar në familja, kam qenë, po se kam shfrytzuar atë privilegjin kur në jetën time, kam pas shok mirë shumë, kam kalu jetë shumë mirë në Pej, deri në moshën që kam deri në 84-ën, kur i më ardhë në Monin, se në tani prapë i na kthyer në Skenderaj, në fshat. I na kthyer në 84-ën, kam pas shok, edhe të shok kam qenë i privilegjuar, edhe të lagjja. Po them sinqerisht, ma që kisha pas me folja ta për mu se sa unë me folj për veti, për feminin time, edhe në lagje ku më jetu në ato lagja Kristal, thirrët në Pej, mbi fabrikën e sheqerit dhe të birra në Pej,
ku kam jetuar ato një pjesë, mbi 10 vite, 15 kemi jetuar ato, se ne kemi pas 2 shtëpi janë pej. Dhe edhe atë në lagje kam qenë shumë i privilegjuar. Bile ka qenë nona në shokit tim, nona në verë vokshit, se në verë vokshit kam pas shumë shok, me një bank me to, me kret, kim kalu jetën, deri në shkollë fillore, kretin, kursin ando me verë vokshit. E nona tina në mëngjes, në ora 7, ku shkoj shanë me morën në verin për me shku pa shkollë, ushqimin mua dhe në verit në qontë. Për zotin shtu ka qenë nona në verë vokshit, Sofia ka pas emnin, teta Sofina në atë kohë ishëm atër, kam qenë i privilegjuar me teta, kam qenë shumë i privilegjuar në lagje kështu. Që është marrë për mua mos me përmend, se në familjen vokshit kam qenë shumë njeri i privilegjuar, se në darë ka bon dreka, ta më kanë thirrë mua, në kam net, ma shumë më net, so isha thmi në shpinë e ty, nëse ka të në shpinë time, so s'kisha vëlla, do ke më shku me ta me kalu kohën si thmi. Po, atëherë, po cili ka qenë momentin jetë që ju ka formsuar më së shumë të si njeri që ke pas fazën që ma shumë jep jek me jetë? Frymëzimi im edhe më shumë të më kam frymëzu Migja. Migja im i modhe Ramadani. Se Migja të regoj ke përvujtjet e ty në kohën e sistemit Jugoslave dhe ma heret. Se Gjemin Gucati në atë kohë ka vra në babën e një njëtë shumë të madhë në ishë Jugoslavi. Babën e Milovan Gjilasin, Nikola Gjilasin. Tani Migja kalëgjeke vujtjet e ty në si familje, vllaznia ti Sheremetit, se ne kem djem Tagjës. Migja, apo baba em djem Tagjës. Edhe kanë gazu si familje që kanë vujt këtë lagje aty. Jo, këtë lagje për shkak që vra njëri baba e Milan Gjilasin, kanë vujt. Ata në frymëzimin si fëmijë, ka marrë Pjagjës, për Ramadanit. Ramadani ka qenë më i madh. Edhe në 56 Ramadanin e kanë kohën e Rankovicit. Unë se atë kohë nuk e maj mesë, unë e kam dinë shumë vonë, po gjithmonë pleshtu në të reguhe, edhe kam marrë Haxhin, e kanë arrestu edhe kanë mundu shumë. Sa që e kanë prish në atë kohë me torturat edhe e kanë shti nuj, e kanë thuj akullën dhe e kanë mendos nuj, Migjen, edhe tani e kanë met një formë i thuj e gati paralizuhum. Do të të, ashtë ka qenë i gjatë me trup, po u bu kryll krejt, për shkak të smundjeve, të rëndume, torturav, edhe frymëzimin e ku morë për Haxhës. E ku morë për Haxhës, frymëzimin e ku morë për Haxhës Ramadanit, tani kuptohet baba, se edhe baba ka vu qashtu, Migja i tjetëri, Migja i tret, edhe ka vu shumë, ka vu pëse ka kry shkollës, ka vu shumë 3 herë i burgosën, Brahimi, unë e ku morë frymëzimin si thmi për i tyne edhe gjithmonë, me idetë e tyne, të nga tërgua ta neve, besoj edhe çdo rini në atë kohë. Ne kemi pas fatin, më të thëmë, vitet 60 kush ka 20 gjatë, sot kam pas fatin që t'jepin kontributash, edhe për vendin, që na ro hise, neve edhe e një vetën shumë kërnor që kam pas mundësin që t'jep edhe kontributin, po gjithmonë është frymëzimi i pleqëve, sidomos tash i Haxhës të më të madh Ramadanit. Kështu që edhe në lagje mundi me pyet, për Ramadan kanë marrë frymëzim edhe lagja kanë marrë, tini binë, sa i ka vujt shumë në atë kohë. Ai ka pas veç ideale, aty ka pas veç gruaja ka qenë ushtari i Jugosllavisë, ka vlek gruaja, veç ideale ka pas, ç'a ideale ka rritur. Unë kam tezak, në atë motë e kem. Do thotë në frymëzim të morë Pjagjës kena marrë. Si fëmijë, ai ka shpesh më pej kanë shumë se ish në atë kohë vike në rehabilitim boja e pej, si thojmë, ka në rehabilitim ato mboj, tani ne kishim shtëpi atë ai bani këtë në Haxha, kanë shumë. Kështu që këtë frymëzimin si fëmijë ka marrë pej Haxhës apo morën. Apo para se më u bashku që kësë dhe para se më ndodh lufta në Kosovë, çfarë ëndra ke pas për jetën? Tom tash në ëndra ime ka qenë gjithmonë të avancimet e kam fjallin të shkollat, e dituria, të sene, se çdo prind ka që djalin apo vajzën po të ngritën. Ne mas ishte shumë pej, ne e dishmë çka do të thotë ngritja e arsimit apo e vedijes. Kjo ka qenë ëndra ime gjithmonë. Unë kam pasur edhe motat se ne kemi qenë qërë masi jetu më pej, do të thotë, u avancua pak civilizimi, do të thotë edhe kultura, sene. Aja ka qenë ëndra ime që kemi një shoqëri të mirë, ta ma shoqëri si thotë mirë, mos më merë punët kësia, rrugët kësia, po dorë si Zoti, ato ma ka realizu Zoti. Po të mësini, këtë shokë që e kam, edhe sot, edhe si thmi, si tash pej lagjës, ku kam jetu lagja Kristal, edhe lagja të shkolla Xhamal Hota, kam bas shtin prefekt. E falënderoj Zotin në shokë që i kam bas ata shokë, gjithmonë. I falënderoj misht që s'm kanë jo me gabu. Dhe fol Zotit s'kum gabu kur në jetën time. Hera po një sëri që ndodh, merren gjykatat mu, gjykata speciale. Kur në jetën time s'ka ndodhur dikush as komunikacion më mirë. Kjo është fatbarësia më e madhe të unë dhe familjen time. E ëndra ime ka qenë gjithmonë. Unë do të them tash kombëtarisht sa ne fillon vitit, dikun 84-5 ku fillojnë përçome, tani kemi ditë çka do të thotë Serbia, Jugosllavia, çka do të thotë,
Mësimi që që kena marrë pe plevri që na kanë tregu që kanë vujt lufta Shabapollushës, tjera lufta që tregojshin në periudha burrave kështu sande. Kjo është ondra ime ka qenë gjithmonë që t'jem gjithmonë i paq, t'jemi ku e flas në atë formën, t'jemi drejt me njerëz, mundon atje, mundon se i drejt vetë Zoti është, po mundon atje i drejt, mundon t'jem sado kudo i afër me njerëz, me qytetar, me familje, me krejt. E kemi vrejt këto, e kemi vrejt edhe ne. Çka ju ka shty më shumë personalisht një u bashku qëkës? Unë para se më u bashku qëkës, isha ushtari Jugosllavisë në atë kohë. Vitin kam qenë gjenerata e fundit, natën ishte më kanë arrestuar në Mitrovic. Se unë 3 herë po ta thiren, vitet 90-ën, edhe unë nuk shkova, pa ta ik, që thomë se nuk shkojshin shqiptarët dhe rinia si mi shku ushtar. Edhe mu, isha të punu në Mitrovic, edhe mu më zonë në Mitrovic. Në bindë shpia, shkoj këshu në stacion atër në Mitrovic, e këmë posë thirën për e ushtar i Jugosllavisë. Morën, në bindë shpia mu përshëndet me familjë, se unë isha e martu, se unë i martu shumë i ri. Shumë i ri u martu plesht, se thasë isha si djale asreti, e martu shumë i ri. Sa vjeti e martu? Jo martu 18 vjetë unë. Apo? 18 vjetë. Kur kam shku ushtarin në bos, në shësë është parë, më thonë të kujrën, dikur 4 fëmijë që s'gaboj. 4 fëmijë? Muj me gaboj, po 4, se vajzën hasën e kam lënë, që kësi përnë në ministri, ja kam lënë në 7-8 mujsh, nëse s'gaboj, 4 muj e kam lënë. E sa vjeti ke pas tani ku shkuve? Ushtarë kam shku në moshën 22 vjeqare 3. Kam shku, edhe më qunë në Varazdin, Koraci, dhe unë ato dezertova për Jushtisë Jugoslave në 7 orë, 8 orë. Ato mujtë gaboj, këtu ka qenë, dikur mujnë e dytë kam shku ushtarë, kur sa roj, me 20 shkurt mujnë e dytë. Në atë ditë kam qenë ushtarë me dhunë. Edhe shkova, kërciti lufta në Sloveni, isha luftë Sloveni, me kazerma në atë kohë tërë Kalnički Partizan për Varazdini në qunë, si divizion joni, në këtyn edhe une mbas kam ikë për lufte. Kam dërzetu, kam ikë për Ushtisë Jugoslave. Gjithmonë tjerë se mos kesh kuptohem. Erdha në Kosovë, u ktheva, baba u mërzit shumë, nona mërzit shumë, isha 4 fëmijë, babën e largu mbi punën në Pej, baba shkoj në Gjermani tani, floku im shkoj në Gjermani, prap e morën shokë në Gjermani atje babën, edhe unë u lidha në pjesëtarët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Takimi parë ka qenë, se unë kur kam marrë në Skënderje, kam qenë me musjasharin në shkollë, edhe me musjasharin. Tani musa kanë në shpinë time edhe, kështu që u lidha me këtë grupin, kënina me musjasharin, me ta që isha, me musjasharin kam qenë, tani u formu në fshatin tim, shokët, Nazim Gucati, Rifat Mziv, Hamid Gucati, Samin Gucati, Rustem Hoti, Zenel Mziv dëshmori kombit, Agimi, kështu Rusta, gjithë, që u bërë një grup edhe kështu fillu me formu grupin tonë në Marinë. Po, cili është kujtimi ma i rëndë dhe ma i rëndë ata i ma krenari nga kua e luftës? Kujtimi e ma i rëndë është edhe mas krenari që ndi vetën që për rëtë parë kam po ushtar 95-96. Kujtimi e ma i mirë që jetë. Kam po ma amblim të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, Rasim Keqinën, në Marën Xhamalin, musjasharin, Jaher Hajdarin, edhe kam taku shok tjerë që me ta, muj Krasin në Recep Selimi, këta i kam taku me sytë, mi kam po në të vite, i kam po në prekaz në shtëpinë e musjasharit, apo sajt jasharit, që është maj modhi, për e po kjo është kujtimi maj mirë që zoti që të korpi mende. Ta e ta ka në shpinë time, vishin mu. Levizjet e ty që u streheshin, nuk e në sërë shpinë, o kujtimi maj mirë kjo është që saraj. Majrën është, fotin që pota, që dha zhymtyr, për venin tem, për kombin tem dhe për familjen, që e dhash gjymtyr të trupit për këtë vend, që ky vend tjeti lirë, njerë për gjithmonë nga ardhit, qëtnike paramilitare, se kjo është për moshë do sen. Unë dhimbja ime me madhe ka qenë kur është vrarë Zelen Mziv, në vrarë me 3 gusht Marin, u vrarë Zelen Mziv, që aja ka qenë një dhimbje pa parashikueshme, ka qenë një djalë i ri, po sa u martue, studenti parë, mujtë thëmë studenti parë që i vram luftë frontale, nuk e di që ka dikun student, visa pa diplomu, edhe vrasën e Mziv, a ka qenë dhimbja me madhe, jo të bërë mu, por më besoj për këtë shokët, ato që kemi qenë, sa është i Morinës, e kam afer, ka qenë një familje shumë e mirë, një familje kamtare, edhe Zelen Mziv u vram me 3 gusht, a është dhimbja me madhe që nuk mujtë e ki pitrun një kur, ka qenë një djallë i ri, një djallë po sa martu,
nuk la fëmijë, se u martu i ri, po mendoj 6-7 muaj martesë, kërciti, lufta dhe ashtu, ka qenë ideal. Po momentet e fundit që ke pas me tha, i man men. Po, momentet e fundit, ai 2-3 nga ka ndodhur, po momentet e fundit, dita ma kritike është e tina për të forën ku takue, unë të shku përpjet rrugës, ai të shku të bosh me shku në shpinë, ku ka ra dëshmor, ku vra. Tha e tha na po shkojmë në këtë shpinë e Migjes Asman, kur sa raj. Ai në seri, Nasser Hoti, Homza, Mohameti, Mehmeti, Besa Mziv, mu jesë bosh sa vjen kesh, mos i përmend, se mu i met bosh gjë shokëve, edhe tha ky smeta sot do të bëjmë luftë fort. Tha nuk do të largohem pi fshatit të Marin. Se lufta bën Marin me 3 gusht, bashkë me këtë lufta ka zgjuar Marin, edhe ka mesi ditës Zënedi ra dëshmor. Unë kam të rjek me durët mija, po ta fatin që të rjeka une, Vesel Ruçi, Bahem Rëkulli edhe Rahman Ruçi, e kena hjek me Zënedin, nuk e kim një më ra durët të forsave qëtnike, dikum ka mbromja kena marrë, edhe është varros në Rezal, të nesim u varros, shu që kjo është momenti fundit tina, ku jem taku me to, edhe ajo që shu të poshtë, të shku përpjet, thash, por, a është mirë dha pozicionin, tha shpia dha figuri, po drupi është i mirë, kur sa rrej fjalët e tina të fundit, edhe aty na nda me Zënedin, një djalë shumë i zotit që thash me fakultet krym, një djalë shumë i mirë, djalë i më i madh e asoj familjes, në të familje tani ndodhe alo ma keq, u vrajtën edhe 4 tjerë, ju ka vrarë baba, Axha dhe 2 vllazën, do të jetim 5 vrarë luftën e fundit, familje tina. Me të vërtet, fal sakrifica të dëshmorëve tanë, të veteranëve të Kosovës, sot e gëzojmë lirinë edhe ndjejmë bashkë me thonë, faleminderit që keni kontribu për lirinë tonë. Po du me të pyet tash pas luftës, si u ka një jeta për juve me kalu nga lufta në jetën civile? Australi, unë pas lufte, unë në vitin 93 isha në Gjermani në spitali. Me 3 qeshor natë nonën plagos, me 8 qeshor kam shku në Shqipëri, më kanë qu forcat e Kforit, kanë ny, në Divlak, kanë morë mu edhe 2 femra. Një vajzë e vogël, 8-9 vjeçare plagume, edhe një nuse e re ka qenë, po jam një shumë kujtohet, tash në Angli kam dëgju, mirë është, ka kriju familje, vjen shumë mirë, i gëzona faktit shumë. Edhe kjo vajza është martu, është e Kamaranit, edhe kjo ka kriju familje, kam dëgju, ka kriju fakultet, që është shumë mirë për kësaj vajzës që ka e Ademit është. Unë isha në Gjermani, kam bërë shumë operacione, mbi 30 operacione kam bërë krejt deri me sot. Mas luftës si çdo qytetar apo si çdo shqiptar e bërëm, me ndërtimin e shtëpia, me marrë jetën pak përpara, me fillu jeta. Unë smushon kisha 2 vllazë filluan, baba filloi dhe kështu që morëm jetën, fillu me marrë jetën. Unë ku pas veç thash familjen kriju me para se me kërcë lufta, edhe kur kam hyrë luftë, do të thotë mosha 32 vjeçari ku pas 8 fëmijë. 8 fëmijë kam pas. Edhe fillova moment tani me fëmijë, më shumë mi shkollu fëmin, mi shkollu vajzë kam 4 vajza, atë ku pas 5 vajza edhe 3 djem, një vajzë më ka dek, tash kam 4 vajza edhe 3 djem. Edhe fillova me familje, edhe fillova mi shkollu fëmin. Do të thotë gjithë fëmijë kam shkolluar, kemi marrë jetën përpara, kemi jetë mirë. Mirë atë aspektin thonë kështu në rrafshin ekonomik mesatar. Ka mjaftu që ka në liri. Po familja kanë vujt me mu, edhe baba, edhe nona, edhe kanë vujt edhe vllazët e gjitha motat, për shkak që unë isha shumë i plagosur, 3 vjet kam në karrocë. S'është let me nejt, unë e di çfarë do të thonë kur e shoh dikon karrocë më në shpirti, se e di çfarë do të thonë me 3 vjet, unë 3 vjet kam në karrocë, mas 3 vjetë për rreth parë më çun kom në spitalin e Gjermanisë, edhe kam filluar me ecë me 2 shtaka, me patarica që thojnë, kështu që kom marrë jetën mirë, kem filluar me punu, vllazët kam punu, të dytë, baba e kishte një pension të vogël në Gjermanisë, tani marrë pensionin në Kosovë, ku ka punë në Kosovë, kem filluar ne kem jetuar në fshat, kem tokën më shumë na merr me bujqësi, me tokën na merr shumë me tokën tonë, kem punuar asa kemi mund si çdo shqiptar, po mirë, nuk është më anku, një jetë mesatare, sot vajzat i kanë martu me 2 djemi kanë martu, 6 i kanë me fakultet, fëmijë, vetëm vajza ma s'ka hyrë fakultet, do të tjerë kanë kryer fakultet, gjithë 6 me fakultet, kem vujt mi shkollu, se ju e dini veç atë me thonë mi pas 6 fëmijë në Prishtinë mi pru mi shkollua,
veç një banesë është me pagu, se lemo për 6, vetëm për 1. Po Zoti i madh edhe puna sot nuk jemi keq, nuk u xojna manku, me thonë duhet manku. Vjen keq për njerëz që kanë dhënë shumë për vendin, vjen keq, jena borçli krejt jetën, edhe dje thash para një televizionit, për dëshmor nuk ka vetëm një ditë me shku me qit lula. Për ditë edhe shpak. Për ditë edhe shpak me shku. Për ditë me shku me vizitu ato vërreza, është pak për neve. Po tutna mos, po na përsit në një keqe, që jem mbi gjakun e tyne në sotoj Zulirin. Kjo tokë la me gjak. 13.500 qytetarë më vra. Mbi 4.000 dëshmorë, 5.000 invalidë të lutës, plus civil qytetarë, sa kemet. Une, kjo friga, besoj në Zot, shumë besoj, edhe du me besu gjithmonë, që mos po i harrojmë. Kështu që lash Zoti, mos inshallah si harrojnë, me Zot, ata sa ta kam fliu jetën për neve, për këtë vend. Jeta është një mesatare, jetë si çdo qytetar që i bën. Djalin e madh tash ka shku në Gjermani, rroga vogël në Kosovë, ka 2 fëmijë, nuk mundi me vjetu dhe ka shku në Gjermani, ka gjithë ma mirë, po thot. Si shumica e qytetarëve. Si shumica e qytetarëve të rive që pëlqejnë menin. Djali i dytë punon në arsim, i ka 2 fakultetet. Ky vajza punon në Prishtinë, kështu që kjo është jeta ime tash. Unë merr që 22 vite me shoqata dalën nga lufta, 23. Kam qenë kryetar në Skëndere i veteranëve të luftës, degës. Anta kryesi kam qenë këtu, është mandati jam i dyti që marrë këtë në qendër. E di vlerën, e di rëndësinë e çdo shoku i tam, se kam vujt vet, e kam vujt me shpirt, e di çfarë do të thotë me të jesh invalid gjymtyr trupit, si unë se kam gjymtyr, e di rëndësinë e çdo njëri prej tyre. Po e di edhe tash është më e keq se veteran jetojnë me 204 euro. Kjo është pavturësia më e madhe e çdo qeverie. Unë nuk e kam ndërmend me asnjë qeveri me lavdru për shkak që kam bëu më shumë për neve. Kjo vazhdimësi e punës keqe. Kemi mujt me bëu edhe ligj për vlerat luftës, kemi mujt me bëu edhe ligj për veteranë në ligj më të mirë me fit, kemi mujt edhe me punsu veteranë në vazhdosht. Të gjitha, kjo ja kanë zobojën, ky zotnia, kjo ja kanë zobojën punës të keqe, nuk dashti, jo vetëm me ne, po ky ka problem me ju, tash si media, se na pi përcjell media të shumë, ky si jemi mu jemi me Serbi, dhe ideja në shkollë ka shku me na ofendu, me na shoh, ka bu për qovën me nanat e qytetarët, me këtu si jemi kënaqur, spajtoj me to nuk kur, po dhash Zoti që i thrasi mendjes dhe e kthejnë kokën nga njerëz që kanë dhënë më shumë ti për këtë vend. Besojmë shumë. Po pastaj e dim që keni qenë pjesë i ftuar nga gjykata speciale në Hag. A mundesh më na tregu pak atë periudhën tonë të Hagës? Sinqerisht është, unë për Hagën kam folë shumë pak, besoj si e dini, edhe në media gjithkohon. Për shkak që i kem shumë mrena. Presidentin Bacin Jakub, Regjen edhe Kadrin. Unë jam arrestuar me 20 shtator 2020. Edhe me Nasim Haradinin jemi arrestuar bashkë. Unë kam qenë kryetar në asimin e kryetarit i organizatë dhe jemi arrestuar. Ne në Hag 11 muaj kemi ndajt pa akt akuzë. Do të thotë kemi qenë të kinda punë. Mas 11 muajve ne kam pruhe vendimet e akt akuzës për 6 pika. Kjo kemi bishkirë këtu, kemi bu këtu, mas 11 muajve. Mas 13 muajve kemi ronë gjyqe, hera parë. Do të thotë llogaritë. Si nuk u xëmet muajt, s'ka ligj në botë. Gjykat që të mandat shumë, neve na ka mojt. Sikur tash presidentin dhe të tjerë që 5 vite i mojt, deri tash gjyq maratonik bën llogaritë, tash kam fillu veç. Edhe kemi ronë gjyq, jemi denu 4 vjet e gjys, apelin e ka jek 3 muaj dhe kemi 4 vjet e 3 muaj. Në gjykatën speciale Burg, murët gjata, Shqipka, si thujmë një metalta, dritaret, një dritare modhe, a për që sa kjo, po me nuk po ashtë ku gjyq murët edhe një barë, ne ishëm bashkë gjithë. Nasimi unë, presidenti e Shqiptaqi, Baci Jakub, Katria, Regja, Sali Mosafa edhe Pjetë Shala. U bërëm 7 vetë në atë kohë që në prunë në Burg. Dhe kemi kalu mirë, ne si shoshni, ne si njerëz, si bashkëpunëtor kemi kalu as mirë se s'po më mirë. Na kanë ndihmuar shumë sa Nasimi dhe Pjetri te ushqimi.
s'ka të flasë me gaboj, edhe zuti hinë hakune. Unë e kam pas shumë probleme, thash, kam qeni i vlloj vetëm në shpellë, s'kam ditë përgatiti, azo, ka 2 voa, po nëjë së gjukë në diska me bukshë, se me përgatit s'ka jo. Po të falëndëru Zotin, që ta ishtë ato me neve në të fatkeqësi, që du më thonë, Zot mirë, me thonë, që se kanë qenë, po njarga sojna, po që qëllu me neve, në asimi edhe pjete, na kam përgatit ushimin, gjithmonë, na kanë ndihmu. Po unë po ta fotin shumë keq, më dash t'i bëj 2 operacionin e Hagë. Besoj keni ndëshuar mediat e dini 2 operacione. Operacioni po Zotin mbi shtator. Mbi shtator operacioni po. To mërzitën shumë. Unë jam në spitalin e Mretit në Den Haag, qytet. Se mu urgjentisht më qumë operue, për shkak komës që edhe operova mbi 7 orë zoti operacioni. Familjes për shami po. Ndalu më rëpsisht. Familjan tash një me pos mund të api gripi e dina sa du më thunë se lemo operacione, se unë i kisha bo shumë edhe ishë në pytje koqa jeta në rëzik. Arritëm fond, bashortën dhe një djallë ma prunë në vizitë në Hagë. Duhet të fatëndëroj një vojzë, tash është nëse martume, yllë ka gjicin, zyrtore lorë të ambasadës, aja ka qenë vizitë në të ditë. Ato kanë një ju, me në po. Aja, njëna ka nejtë gati shumë, sidomos mu ka nejtë shumë gati. Po gjithë dhe po mu një në spital, që s'mu. Aja, gjë informacion ka mu në spital, ka të regu familje, që ka të regu se kishtë të drejten, se ambasada ka posë të tjetë, e interesume për qytetorin e vetë. Aja na ka nejtë aqë gati, so unë me posë edhe motër, apo ku me dish ka me posë ato, më buja këtejt mirët e sojna. Që ashtë shumë na u kujdes për neve, se mos me po aja ka orë më ka vizitu në spitalin e Burgit, do në po më nëna më ka po. Aja. Mës një kohë më prunë në bashortën dhe djallin e vogën vizit, u lirova erdha, edhe këta ishë mërzit shumë. Bëtë se ku bëna si me presidentit të gjithë, mëse jesë bësh me amnat mi përmen, Katrinë, Salin edhe Peter Shalin, kërë parë ta u këzumë pikëgjimi, se s'kam posë informacione. Po në Kolicë, unë mëra me nejtë në Kolicë edhe në Borg, mbi 4 muaj, në Kolicë, në Borg. Biti një, do të me mesetit në përëbar, edhe morë presidenti me vashty Kolicën, se unë ishe pa dhe betë shumë Kolicë, edhe presidenti kështë e balë, e hapa të qitë këpa konë shumë, dhe ishë kohë vjeshte, eftar, pëthom, president dhash, leti Kolicën dhash, se ti po e shpejt e unë po nardhë. Se fry më fry, po e si eftar, dhash, e i gropat se e ku pak për këdalje, që si në umarë. Ani tha pindrojnë në shofejët ma puni që sa humuar të bu me presidentin. Operacioni dytë ka qenë 12 notës, kam pas infekcionin gjak, kubi bakterje të në edhojnë zebza. është një smundje, 98% vdesin për kësaj smundje. Bili se mos Kosovës, merresh, se nuk ka. S'kan shkretit mjek, unë zubi fajt shumë mjekësin, s'kan mjetë, s'kan. 98% vdesin për kësaj smundje. Edhe mu ndodh pak para 10-ve, pse presidenti edhe këta ditë si mirë, thonë se ki temperaturë si mirë, tha që ata shpipi dy tableta me vik të pi, ka një mbëtora muq, fillar më dridhë trupi, tash dorën zemër, mje kanë qenë okej me mu, edhe stafi i gardianëve. Qatë flasë është marrë, as kanë qenë përpikt, as kanë qenë kujdes shumë, gardian, gjithmonë flasë për gardian, as kanë qenë për çdo sen kanë qenë për neve kanë qenë shumë, bëjtë ata ju vike keq pse i në borna. Ju vike keq për Zotin. Kanë ndodhur edhe me mua me të tjerë, me gjithë ka keq. Tash na mund të flasim çka do, mund tash jemi lirë, mund të them, mund mi shoh, po jo, gjëna mi shoh. Kanë edhe për dikun për 10-15 minuta ka ardhur një më shpejt. Kanë ardhur një mjek, ai mjeki e di se jam çka mirë. Kum çojnë në spital, analizat thonë duhet me bëu urgjent operacion. Në ora 5 mëngjes më shtin sallë. Ka orë për këtysja, famdrejt bisojna shumë e famdrejt për këtysën, ka net në stopim, 7 ditë ka në spitale. Ka orë për këtysja dhe thot, kemi një solë urgent. Musë më këtëzojmë se mi një solë, edhe një solë zotë dikun, pa për 2 orë ka zotë operacioni, më ka një protezën, mas 2 ditë, unë thonë du me ditë smundjen që kam, pse o operova, më në 15 ditë, më ra 2 herë më operove. Arsye pse? Ta na vjen kesh, tha, e ki një smundje 50-50. Kjo ka qenë real. Se atje në Evropë nuk e më shefin mjek. Na vjen keq,
vim familja me të vizitu, familjes dash ti ju të regon, dash mësë të regon, jeta ju është 50-50. Kjo ka qenë e vërtet, jeni të bilën e të zotit, edhe ato në hupa thujnë e varforme, çdo sen edhe llogaria si, ka shkruaj zoti pas kështu me vdek çdo. Ka nor familja ditën e tretë pikën për familjen. Prap. Ma shortja, djali, tani një kanë një që marr familjen me anë, po bëna të se 50-50. Tregon pas ditën e katërt më tregojnë thonë e ki një smundje, ku bi bakterie, që unë nuk e disha që është e bakterie, është në gjak, është infektu gjakët, edhe mu, ta i kena vendos 2 mrezha mrena, 2 krati ku pas, për mos me shku të zemra, të filtrim, dhe me filtru gjakun, po besoj se kime pas një sukses. Besojna 5% tha, shumë ka thonë. Hiç su kuq, ditën e 7 ma shumë ngëzuat asone. Dita 7 ka qenë, ka një mrena, më ka ndru gjakun krejt, se më ka ndru gjakun në Holland, krejt, edhe që fort që gëzu mjeki, ka qenë një mjek i ri, me thonë 45 vjeçar, ta ucat ta urime, suksese dhe shërimi, ta e kemi eliminu atë bakterje. Sonë që e izolum, këtë me një fa në elonim, me në atë domin, që e izolum, zishat që po ndodhë, këtë që e izolum, kërkush me mu veç, komunikojshin jash ati në elonin, që ishe izolum në dhomë, jash komunikojshin. Edhe me Moska, edhe kër e pasishim plakën këtë me Moska. Tha ti dhe pështove, na vjen mirë, tha, kjo suksesi ju në mëjmë ullën qitë spital, është rasti 4 që duhet me pështu piksoj smundje. To e kam edhe në raport shkrum, raport e kom holandisht. Edhe kjo ka ndodhë që mjek kanë qenë shumë prefekt, kanë qenë shumë mirë. Jetën e kemi në pushimet i kemi kalu 2 orë dhe në 3 për jashtë, 2 orë në ditë ka 1 orë e gjys. Ina merë me sport, me aktivitet, unë shumë mujtë merë, unë isha kolis, isha invalid, ata e merë me sport, me tenis, kanë lu shumë tenis, presidenti Sali Mustafa, Kadrija, lushin tenis, shumë dhe batse ku sa luki tenis. Ata, kjo ku ka up, ka qenë biblioteka me ledzu, libra ke mos me ledzu, fitnesi ka qenë, ku fitnesi shumë i mirë, ku një fitnes shumë mirë, kështu që ditë e një galu me qëtu, kohën e lirë, me fitness, me sport, edhe me libra, edhe me televizione. Okej, po çfarë mësimesh personale keni nxjerrë prej asaj periudhe në Hag? Për mu ka qenë fakultet, Burgi. Tash, dikush mund ma marrë për bodallët, që shu të rënum për fletëzirë. Pse? Se tash e disha dhe më thëmë puna me punu, mi ndimu të shpia. Pas shortës, apo nonës, apo botës, apo vajzës, e disha dhe më thonë, që ka të më thonë me ndimu, çdo aspekt se s'është marrë me punë në shpinjeri. Për mu ka qenë një raport, thash, histori që kam në Burg, se Nasimi ka qenë Burg, për para koni ishtë Jugoslavis, Bacekub ka qenë Burg, Sali Musova ka qenë Burg, Pjetër Shoa, gjithë kanë qenë burgosën politik, ta kanë qenë. Për mu, si një djallë i ri, mu i thamë, i ri, 50 e shka vjetë, nuk është i ri, po, si një për etë parë, si isha në Burg, i shkollë, kam mësu shumë. Për gjithë shka, për i roba, mi pastru, prej këpuc, mi lyme në gjyrë, prej qërapat ku mi paluve, çdo sen për mu ka qenë, po të më sinqerisht, shkollë është e. Shkollë, pas shkollë ka qenë për mu. E ka ndjenjën e veti Burgi, që, si thëshin për pavlesh, pa shku ushtarë nuk piqesh, nuk di çka është jeta. Edhe këtu tash, Burgi, po të mësoj ke shumë sene. Po gjithmonë, për të mirë inshallah, jo për të keq. E unë ku marrë shumë mësim për Burgi, ka marrë shumë mësime për shokëve të mia të mrena, ka marrë shumë fjalë të mira për tyne, që nuk t'i harroj tonë jetën dhe të vdes. Si mos për Bacit Jakub, që Bacit Jakub është një njeri me prehoj buqet, bje 10 vite në Burgën e Jugoslavis, në kasamatet Jugoslave që ka qenë Nasimi 3 vjetë, Sali Musova 3, Pjetër Shoa 4 vjetë nëse ka boj, ka marrë shumë mësime për tyne edhe, po ka mujtë familja, baba, nona, baba më ditë se isha në Burg, nona më ka vdekë që 2 muj, nonën kam ne 2 vjetë me nonën, familja ka vujtë shumë, baba, si të mos baba, nona vujnë shumë, tani bashortja, fëmija, kështu më ranë motrat të vëzër, ka vujtë shumë, po, inshallah ma bujnë halal ata për vujtjet që kam vujtë, shpirtnisht, po thëmë, se Burgi s'është i mirë, Burgi, unë e logarita isha në vizit, 14 dyrë, apo porta dhe të visht të dhomën ku kemi shku në vizitu, kemi kaluhe. 14 dyrë është për hymjes, që fillon hymja parë, 14 dyrë. I ki, bi 100 kamera vëzhguse si jënë
mrena asaj. Përcjell ditë ish mrena, edhe mrena kur ty që ki kamerën. E tash llogariti kur ka baba jam të 83 vjet. Apo baba i presidentit të 85. Pleshkë kanë bërë gjitha të dyrë. Gjitha të siguri, tash çto në thomi sholla na kanë bërë Allah ata se ju kena nxjerr mërzi, ndoshta pleshve mërzi të modh ju kena nxjerr. Kjo është një ndjenjë shumë jo e mirë, po unë ndi vetën shumë krenar, edhe shokët e mi ndi vetën krenar, që kam pas pse punojnë, veprojnë, edhe ne kemi tregu një realitet që kjo gjykatë është shumë e dëmshme për neve. Sidomos për pjesëtarët e ushqimit të Kosovës, po edhe vetë për Kosovën është e dëmshme. Ato nuk dënohet tash më thoçi, dënohet shteti, dënohet UÇK-ja. E këtu po njerëz që po na shohin për Facebook e nisi po na shohin, ju të gabu bre, ju të gabu më të madhe. Në të shohë sa done, sa ka problem atë punë. Po është marrë me thonë sot, ata e në burg e mi fy me fol gjithçka. Kur ata s'kan shku për veti, ata s'kan luftu për veti asnjë. Asnjë pjesëtar i ushqimit të Kosovës s'ka luftu për veti, po ka luftu për me si rrugë të vend, ti me fol shqip, ti morë sot me punu me mu këtu, me morë në pyetje me një intervista sene, e jo mos e bos zot me pasku Serbia, në asnjë ndoshta si shumë sajtë të punu. Po si shumë hiç asnjë, kështu që për këtë arsye thon dëshmor borxh që kena shumë. Për këtë arsye thon shumë kena. Sa ta ma kanë mundsu më morë sot këtu të jemi në punë, dhe ja ka mundsu juve të jeni të merrni intervista si gazetare, si punëtor, me djumë të na. E vërtetë, ja. Atëherë, çfarë i kishte thënë vetes t'juve 20 vjet më parë? Unë në veti që unë më parë, ato që akum punu, që akum po, asë pikë, asë pesë e kështë heki. Edhe pse më gjymë tyrë, edhe pse kam të unë bëdhë, në rrëthi familjar kemë gjdukën, edhe pse jem djegu, edhe pse kemë asë një pikë, asë një pesë se heki për vetën time, për punën time që kam bo. 20 vite më parë, ju e dini që shka qenë, apo 28 vite më herët që shka qenë. Unë me 20 vite më parë ka isha në për spitale, s'kam që të thamë, të vujtë, po nuk e llogariti njëtën time kur pse kam vujtë, hiq. Tash, asë një pikë, një pesë nuk e pse kam vujtë për spitale, pse kam bo mbi 3 operacione, prapë rrezikona më operu tash, prapë jam në rrezik me një, edhe në operacion, po nuk e heki asë një pikë e pesë për 20 vite. E di që kam çka këtu dhimbje familjes, e di që kam vujtë familja shumë mas me e marrë për spitalin e për Evropë me po, sa ata kanë qenë viza, du tash me marrë viza, me prit në për ambasada ka 3-4 orë këtu në ambasadë Gjermonit me prit, apo një ambasadë një shteti tjetër, për marrë me vizitu, po asë një pikë, asë një pesë nuk e heki për ato vujtje që kam vujtë familja ime, se kanë arsye pse kanë vujtë, kanë arsye të madhe, se sot fëmijët mi në shkollu, sot fëmijët mi e si në shtirë, sot fëmijët këtë shqiptarëve shkojnë ku duj, kështu që asë një pikë presë nuk e heki. Po në këtë në fund tjetës, çka dëshiron më mbajt mend për juve? Të unë më mojtë mena, po të dikush të qytetarët. Qytetarët, si keni qef mi u kujtu? Unë kam qef qytetarët e venit me më kujtu gjithmonë për ato që aku mund me bo për venin. Nuk du me më falendëru qytetarët me thonë, ju s'nip falendej që ke bo. Jo. E ku bos obligim unë. Unë e ku bos obligim. Si çdo qytetar i venit em, dhe si çdo pjesëtar i ushqimit të Kosovës, ne kemi bos obligim për venin tonë e kemi bos bien. Unë dhosh Zoti që t'jem këtë që jam, edhe shola Zoti ma mërë shpirtin sot, e mos të flasi fjallë keqe për shqiptarë. Gjithmonë për shqiptarë të nderë që më kom fjallën. Për shqiptarë që kanë jep, edhe që jepin edhe sot që punojnë. Edhe për shqiptarë që i respektojmë vlerët e luftës, edhe respektojmë njerëzimin. Për ata që se respektojmë vlerët e luftës, s'kam nerë për ta heq, as du me ndëgju për ta, po në gjithmonë du të kujtojna për ato që kam bo për të miren. Po nëse kam bo keq, është mirë me më thoni se ke gabu këtu, se gjithmonë kritikat janë të mira. Se unë për kritika mësaj. Të hiqen për punës të keqe, dhe të punën e mirë, mundojna me bu të mirë. Po edhe mirë është me pyt, hisnia, pyqe gazetare, apo në që të punë me bo, apo edhe dikon tjetër, apo edhe një profesor, apo edhe një, si stojmë në edhe një njëri, nëse është qaban, i runë lopë ato me pyt, nuk është keq. Se edhe i ditë diçka. Po edhe një bujk me shku me pyt, edhe i ditë diçka duhet me pyt. Nuk duhet me punu kryen veti kur, pa e pyt dikonin. Unë i kam kërësin këtu, edhe 2 në ngrot, halo një time s'ka morë vendim kur, pa u bashkë ullë, me bisedu me shok këtu, a e bëjmë qitë punë. Unë e kam dëshim më kujtu për punë të mira, i shola kur më rëzos kujtu në për punë të kësia. I mire e njeri që kujtu për punë të kësia. I mire e njeri që diku që e bëjmë ngesh për të keq. Njeri duhet të ruhet shumë, duhet të ketë kujdes shumë, duhet jetë e afër me njerëz mas parë me familjen, me fëmijën,
me babë, me nonë, me bashkëshorte, me gjithë, me familjen vetë të ngushtë, me vllazën, me motra, po edhe me rrethin e gjumë ku jeton me pranë, do të jetë shumë i afër. Se njeri tjetë vetëm një fjalë. Fjala e mirë kujtohet. E keqja është e dëmshme. Në moment që unë i dhënë dikon, si thojmë një fjalë popullore, ja i dhënë zemrën, është koçë do më madh. Pa hak gjithmonë, pa shkas. E kështu që duhet të ketë kujdes gjithkush. E unë po do bëneri sholla gjithmonë kujtohem. Edhe pse kam arsye, kanë njerëz arsye pse më kujtu, se unë moj kujtona për një punë që kam jap gjymtyr trupit. Tjerë për dëshmor. Besoj si familja ime dhe rrethim ku jetoj, punoj dhe veproj, do të më kujtojmë për këtë punën e fundit që kemi pas gjithë si shqiptar, që jemi në vendit ka ardhit që dike sërbe paramilitare. I përmendit komentet negative që qarkullojnë gjithmonë, i kemi edhe na këto vetit që kur të shohim dika të punu mirë, pa shpreh pak negativitet nuk e lojmë. Çka ju kishte thonë komente negative? Unë kam unë i kërcim kohën e fundit, besoj e keni ndëgjuar, edhe ju keni shpërndarë në portale të ndryshme sane. Për një djalit për fshatit Bubavec, komuna Klinës, që më ka dënuar me varje. Faleminderit unë, asnjë shkimsi ku më. Kanë ardhur rëtusia, isha në pushim. Në rehabilitim në bojën e 5, isha shumë keq isha. Edhe erdhëm rëtusia, një deklarat, se na një nuk e një temë se ku bëha. Dhe sa u zbut bashkush është. Ishë në Gjermani Dortmund, vjen kesh për ati djali. Mu parti politiki së më pengojmë bre, së më pengojmë fare. Gjitha janë parti shqiptare, gjitha në shqiptare që u dheqin. Pse nuk jemi mu, jemi se vinë, kërëtohemi më e madhë. Unë e dhash një deklarat në televizion, që qeveria ka problem me pagër minimali me pagu veteranin në Rusi Shqiptarë Kosovës me arrit pagër. Ju më në një me 204 euro, këtë e dhash, ndërkohë bujnë dalim një tjetë në rrugë, të kërkojmë drejta tona. Edhe për 5 minuta Facebook është më lupi fyrje, kërcënime, e kjo zëtë njëm kërcënime varje, kjo është e vërtet. 2 rrugë dhe ki, ose burgin, ose varje në kanal. Kjo është e vërtet, mesajë me se kini pa. Unë ju bëj apel atyne, rrungës është një zot i madhë se ju vëret. Një zot është i madhë ju vëret. Se mi thonë të sot një njeri që ka dhonë gjymtyr trupit, sot mi thonë një njeri që këtë jetën, për vitët 90 deri me sot, jena mundu për këtë vend, ju unë po, kresh shqiptarët. Sot më na kërcu neve është turp. Po ne se kemi frikat punë, ne si mi fërgu për Serbije, për këty ne s'kem nevojë se këta në shqiptarë, pëse po frigunë për shqiptarëve, në sheklin 21, shtetin tonë që kem derë gjak, e kem qiru këtë shetë, sot më frigu për tyne, jo, mërë nuk i kem dërmen. Se afarë se kem në ndërmen për atë punë ish, po në tjetë dërgjegjin e tyne, në tjetë karakterin e tyne, këtë përqamje, djetë ku shë ka po, ka me mbeheme kë njeri, kjo është sakt, Albin Kurti me diona mi halin e kam po këtë përqamje, që s'ju ka po si me po këtë përqamje në opinion, popull sot më qumë në fy, dhe me etiketu, me sene që si ki bo, si ki, unë e kam po mbi nën padi, është e vërtet, se së më haj, tash fillojnë, mësoj mu një dytë kamera, për e të parë, do të binë mësoncat e para të vdojmë, e kam në mi thirë dhe mediat, nuk du me ra për sheft, me po atë zoti kushaj zotinja që më ka fymë, ka sha, ka fendu mua, familja, këtë, kjo është turpi maj modhi, ata, unë e kam pas babën luft në Koshare, baba im kërë për Gjermanie, natë në Koshare në luft, sot edhe babën më vasha mu, më fendu babën, kjo është turpi maj modhi. Sot mi sha dëshmorta, sot mi thona Mosharadinit, si ime mu jeme Servina, 2 vllazë ndra, 11 plakë në trup, ka ma turp, kur e fendon Ramusha, e fendon edhe gjakën e Jasharve, gjakën e tonë me fendoj, se edhe ata e në dëshmor. Kur një dëshmor nëse fendon, ti ke fendu këtë dëshmor. Një invalid, ke fendu këtë invalid e luftës. Kjo turpi i ty një modhi, që im do bo, dhe për këto Facebookin, apo në ta shpëtojmë, o shtartë e Facebookit. Tani mu mja kesh kjo fendojnë edhe juve si media. Unë e kam dëgju shumë shpesh, disa qytetarë, klanë Kosova, klanë Serbia. A është marë më në mi thonë, që gazetarja punon, për paga ato punon, me mbojt familjen. Që kiti diçka me shtetin armik që kina na? Një shtet fashist, Serbia. Çka kiti lidhi me ato? Ti punon këtë medium. Ta shumë ty me thonë, shturpi maj modhi i njerëzimit që sot po ndodhë, kjo ndodhë veç në Kosovë, që këtë të konë. Kjo ndodhë Kosovë. Të fyrim i abusët gazetarëve. Së dynin dhe di që i një shumë probleme të loja me këta njerëz që ju me në Facebook. Një deklarat me po më adhonë një me lëshu, ata për erë, një pyetje me po mja po kryeministit, ata për ju i thojnë, mu po më thojnë ti të me shkatru shtetin. Qa është farë? Ata kena po për shtetin.
na kena bo këtë qytet. Na, dëshmorët edhe invalidët dhe veteranët e kanë bo shtetin sot. Se s'ka pas qytet, na kemi bo këtë qytet. E sot unë duhet me shkatru shtetin. Pse lypëm drejtën tonë? Unë thash, gjitha qeverit kanë me kate. Pse se kanë kryu një ligj për vlerat luftës dhe pse se kanë rregullu pensionin apo ç'është duhet. Gjitha qeverit kanë. Ta për e një nësu, ti sot e kime që të mu kanë me më shabë, mësu mu, pas smera me ta unë, nuk e unë, asin jetë në Facebook nuk i shkruj. Unë e mu i shkruj të kuj, fejes, apo na i dasëm si martohet në shok jemi, na i djallë, na i ditë lindje, na i, kështu i bojmë Facebook. Facebook në temë, kër ma kanë kontrolu gjukata speciale, telefonin temë të asimit, kër kanë zirë, 29.000 faqe kanë zirë, s'ka mund me gjithë asë një rresht, shkrum të ofendum ndaj dikujnë, asë ndaj gjukata speciale, s'ka njërë Facebook në temë. Kjo më ka pështu. Asë të nësimi s'kanë qitë. Pse? Ose marrë telefonin me ofendu njës. Telefonin është me shprej mendimin tonë, të lirë, jo me ofendu, jo me shoh. Shtu që këto ofendime po vazhdojnë, ende, bashkë proma për promë, ishë për personi nga po të jeva, edhe me eri zotin për to, dhe ati ku mu pa di, ta është thirë, kërkon folje. Jo, mësë kërkon folje. Deri sot më shove, ta është po kërkon folje. Kjo është paftësia e njerëzimit që ka këtë vend, shtu që nuk duhet jenë, nuk duhet. Po, shpresoj shumë që të vetisohen edhe ta kthejmë njëherë gishtin nga vetja, ta gjykojnë njëherë vetën, pastaj të tjerët, e sidomos mos gëzojmë kurrë me gjyku personat që kanë bërë gjithçka për lirinë tonë. Përndryshe, unë të falenderoj shumë që ndaj të kohë me ne. Faleminderit për emisionin që ke realizu, edhe jetë duke realizuar. Unë edhe njerë kësha bo thirrje gjithë atyne t'i thrasim mendjes. Mos najna të lëndumbre, pse më të lëndum? Na kam vrarë shok para komve tona. Kem bo thmit masakru, kem bo qytetarët masakru. Unë me dur të mija kam vrarë 16 persona, në brinë e ullë 16 persona, në kam vrarë 2.000 mi kam vrarë. Na im të lëndum, edhe sot edhe këta me lëndu një edhe njerë, është turpi madhë. Sidomos, na që kemonë gjithë trupit, edhe thmine dëshmore na im dishëm. Apet veteronë i shnushë sene, nështë a përballon edhe sa ati vje keq, kur më fendoj mua ati vje keq. Kështu që du ta shfrytëzoj këto 1 minutë, që bëj thirrje mos na ofendoni se jeni duke ofendu vetë veten. Jo mu, jeto ofendu familjen tonë, babën tonë, nonën tonë, apo pa. Kështu që familjet pijuve shumë, me respektin më të madh. Unë kam thonë mediat e Kosovës, sidomos mediat shqiptare, këtë derë kanë të hapur gjithmonë. Nuk ka nevojë me pos termin, as me milion termin më arë. Një telefonat, një mesazh gjithmonë. Faleminderit, respekt. Kemi vlerë këto. Respekt, faleminderit shumë. Faleminderit. Respekt.